Në këtë moment, teksa po leksoni këto fjalë, brenda çdo atomi të trupit tuaj po ndodh diçka që sfidoi çdo logjik që njerëzimi kishte zhvilluar për mijëra vjet. Në çdo qelizë, në çdo molekul, në çdo atom të ADN-së tuaj, elektronet po qëndrojnë në një distancë specifike nga bërthama. Ato janë ngarkesa negative. Bërthama është ngarkesë pozitive. Ligjet e Newtonit thotë se duhet të tërhiqen. Ligjet e elektromagnetizmit konfirmojnë se duhet të përplasen. Por ato nuk e bëjnë. Kurrë. Dhe arsyeja pse trupi juaj ekziston, pse çdo gjë që shihni ekziston, është pikërisht ky refuzim i natyrës për t'ju bindur logjikës sonë. Në vitin 1923, fizikanti danez Niels Bohr qëndronte përpara një dërrase të zezë në Kopenhag duke vështruar një ekuacion që do të shkatërronte çdo kuptim intuitiv të realitetit. Ai sapo kishte kuptuar diçka të tmerrshme. Elektroni nuk bie në bërtham jo sepse ekziston një forcë që e ndalon, por sepse vetë koncepti i rënies nuk ka kuptim në nivelin kuantik. Studentët e tij mendonin se kishte humbur mendjen. Kolegët e tij e quajtën punën e tij absurde metafizike. Vetë Albert Einsteini, më i madhi fizikant i shekullit, do ta luftonte këtë ide deri në ditën e fundit të jetës së tij. Por Bohri kishte të drejtë. Dhe kjo e vërtet ishte shumë më e çuditshme se çdo gjë që shkenca kishte imagjinuar. Për ta kuptuar këtë paradoks, duhet të harrojmë gjithçka që dim për lëvizjen. Harroni topa që hidhen, harroni planet që rrotullohen, harroni çdo gjë që keni mësuar në shkollë për gravitacionin dhe forcën, sepse në botën e atomit, këto rregulla nuk ekzistonin kurrë. Aty, në shkallën 10/10 metër, realiteti funksionon në mënyrë kaq fundamentalisht të ndryshme sa vetë gjuha jonë bëhet e padobishme. Ne duhet të flasim për gjëra që nuk janë gjëra, për vendodhje që nuk janë vendodhje, për lëvizje që nuk janë lëvizje. Në fund të shekullit të 19, çdo fizikant besonte se e kuptonin atomin. Ai ishte thjesht një version më i vogël i sistemit diellor, elektronet si planet të vegjël që rrotulloheshin rreth bërthamës si hëna rreth tokës. Kjo imagjin ishte e bukur, intuitiv, krejtësisht e gabuar. Në vitin 1911, Ernest Rutherford, duke punuar në Universitetin e Manchesterit, kreu një eksperiment që do ta shkatërronte këtë vizion të qetë. Ai qëlloi grimca alfa ndaj një flete të hollari. Shumica kaluan përmes, por disa, vetëm disa, u kthyen mbrapsht si të kishin goditur një mur betoni. Kjo ishte e pamundur sipas fizikës klasike. Ishte si të qëllonit një top futbolli kundër një flete letre dhe ta shinit atë të kthehet në fytyrën tuaj me shpejtësinë e një plumbi. Rutherford e kuptoi menjëherë se atomi nuk është një sferë solide. Ai është pothuajse tërësisht hapësirë bosh. E gjithë masa koncentrohet në një bërtham mikroskopike në qendër, afërsisht 100.000 herë më e vogël se vetë atomi. Ky zbulim krijoi një problem katastrofik. Nëse atomi është kaq bosh dhe bërthama është pozitive dhe elektronet janë negative, pse drejt ferit nuk bien ato brenda dhe përplasen? Ligjet e elektromagnetizmit të James Clerkit Maxwell ishin të qarta. Një ngarkesë elektrike që lëviz në një rrugë rrethore duhet të rrezatojë energji. Elektroni, duke u rrotulluar rreth bërthamës, duhet të humbas energji vazhdimisht. Llogaritjet ishin brutale në precizitetin e tyre. Elektroni duhet të bjerë në spirale drejt bërthamës dhe të përplaset me të në më pak se 1/100 milionshme e sekondës. Çdo atom në univers duhet të ishte shembur miliarda vjet më parë. Yjet nuk duhet të ekzistonin, planetet nuk duhet të ekzistonin, ju nuk duhet të ekzistonit, por ja ku jeni, të bëft mrekulli. Kjo është momenti kur fizika klasike vdiq pa e kuptuar. Jo me një përplasje, por me një paradoks aq fundamental sa kërkonte rikonceptim të plot të realitetit. Disa fizikanë u përpoqën ta rregullonin teorinë. Të tjerët sugjeruan se ndoshta ligjet e elektromagnetizmit nuk funksiononin në shkallë atomike, por shumica thjesht injoruan problemin, duke shpresuar se dikush tjetër do ta zgjidhte atë. Dikush e bëri, por zgjidhja e tij ishte aq radikale, aq e paimagjinueshme, sa edhe sot e kësaj dite, më shumë se një shekull më vonë, fizikantët debatojnë se çfarë do të thotë ajo në të vërtetë.
Max Planck, një fizikant gjerman i pushtuar nga mërzitja matematikore, kishte zbuluar diçka të çuditshme në vitin 1900. Ai po studionte se si objektet e nxehta rrezatojnë dritë, një problem krejtësisht i palidur me atomet. Por për ta bërë matematikën të funksionojë, ai u detyrua të bënte një supozim të çuditshëm. Energjia nuk vjen në çdo sasi të mundshme. Ajo vjen në paketa të vogla, diskrete, të cilat ai i quajti kuanta. Ishte si të zbulonit se nuk mund të blini ujë në çdo sasi që dëshironi, por vetëm në shishe me mathësi specifike. Planck e urrente këtë ide. Ai e konsideronte atë si një truk matematikor, jo si një të vërtet fizike. Por në vitin 1913, një fizikant i ri danez me emrin Niels Bohr mori këtë truk dhe e ktheu atë në një armë kundër paradoksit të atomit. Nëse energjia vjen në paketa diskrete, arsyetoi Bohri, atëherë ndoshta elektronet nuk mund të kenë çdo energji të mundshme. Ndoshta ato janë të kufizuara në nivele specifike. Energjie, si shkallët e një shkalle, jo si një rrëshqitëse e vazhdueshme. Një elektron mund të jetë në shkallën e parë ose në shkallën e dytë, por asnjëherë midis tyre. Dhe nëse ky ishte rasti, atëherë elektroni nuk mund të bjerë në spirale ngadalë drejt bërthamës, duke humbur energji pak nga pak, sepse nuk ekziston pak nga pak në botën kuantike. Ky ishte një përmbysje plot e logjikës. Imagjinoni një top që mund të jetë në dy sheme ose mbi tavolinë, por kurrë në mes të ajrit midis tyre. Imagjinoni një makinë që mund të lëvizë me 30 km/h ose me 60 km/h, por asnjëherë me 45. Kjo është bota e elektronit. Bohri propozoi që elektroni ekziston vetëm në orbitale specifike, gjendjet e lejuara që përcaktohen nga ligje të cilat askush nuk i kuptonte. Kur një elektron kërcon nga një orbitale në tjetrën, ai nuk lëviz në përhapësiren midis tyre. Ai thjesht zhduket nga njëra dhe shfaqet në tjetrën, duke absorbuar ose emetuar një kuant energjie ndërkohë. Kjo ishte çmenduri, por funksiononte. Modeli i Bohrit parashikoi me precizion të mahnitshëm spektrin e dritës së emetuar nga atomet e hidrogjenit. Ai shpjegoi pse atomet ishin të qëndrueshme. Ai dha arsyen pse kimia funksiononte. Por ai nuk shpjegoi pse. Pse elektronet respektonin këto nivele? Çfarë i detyronte ato të qëndronin në orbitale specifike? Bohri nuk kishte përgjigje. Ai thjesht shkroi rregullat dhe tha: "Kështu funksionon natyra." Kjo nuk ishte shpjegim. Ishte përshkrim. Dhe linte çdo fizikant menduar. Por pse? Përgjigja erdhi 10 vjet më vonë, nga një burim krejtësisht i papritur, një student i ri francez që studionte histori të fizikës, jo eksperimente. Louis de Broglie, princ dhe fizikant, propozoi një ide aq të çuditshme sa mbikëqyrësi i tij akademik u përpoq ta binte ta mos e botonte. De Broglie tha: "Nëse drita, që ne e konsideronim si val, mund të sillet si grincë, siç kishte treguar Einsteini në vitin 1905. Atëherë ndoshta elektronet që ne i konsiderojmë grinca mund të sillen si val." Imagjinoni një vark në një liçen rrethor. Nëse varka lviz, ajo krijon val. Por nëse liçeni është rrethor, valët do të kthehen mbrapsht dhe do të ndërhyjnë me veten e tyre. Shumica e modeleve të valve do të anulohen. Vetëm modele specifike, ato ku vala përputet plotësisht me veten kur kthehet, mund të ekzistojnë në mënyrë të qëndrueshme. De Broglie tha: "Elektroni është një val që mbështilet rreth bërthamës. Vetëm gjatësi vale specifike përshtaten plotësisht në rrugën rrethore. Këto janë orbitalat e lejuara. Të gjitha të tjerat anulohen nga vetë ndërhyrja." Kjo ishte mahnitse. Elektroni nuk vendos ku të jetë. Ai është një val që gjen modelet e veta stabile. Nivelet e energjisë së Bohrit nuk ishin në rregulla arbitrare të imponuara nga ndonjë forcë misterioze. Ato ishin thjesht mënyrat e vetme në të cilat valët mund të ekzistonin në hapësirën e kufizuar rreth bërthamës. Ishte si zërat në një kitar. Ju mund të keni notën themelore, harmonikën e parë, harmonikën e dytë, por jo diçka midis tyre. Frekuencat janë të përcaktuara nga gjatësia e telit. Orbitalat janë të përcaktuara nga valvizja e elektronit. Por tani vjen pjesa vërtet e çuditshme. Nëse elektroni është një val, ku është grinca?
Ku është objekti i vogël solid që ne e quajmë elektron? Përgjigja që shkenca jep ju detyron të rikonceptoni çdo gjë që keni menduar ndonjëherë për ekzistencën. Elektroni nuk është në ndonjë vend specifik. Ai është përhapje në hapësirë, një re probabiliteti. Derisa e matni, ai ekziston në çdo vend në të njëjtën kohë. Kjo nuk është ignorancë. Nuk është se elektroni është diku dhe ne thjesht nuk e dim se ku. Sipas mekanikës kuantike, pyetja ku është elektroni nuk ka kuptim derisa ta vëzhgoni. Në vitin 1925, Werner Heisenberg, duke punuar në Universitetin e Gittingenit, formuloi parimin e pasigurisë. Ai tregoi matematikisht se ju nuk mund të dini pozicionin e saktë dhe shpejtësinë e saktë të një grimce në të njëjtën kohë. Jo sepse matjet tuaja janë të papërsosuara, por sepse këto vetit nuk ekzistojnë në mënyrë të përcaktuar njëkohësisht. Sa më saktë të dini se ku është elektroni, aq më pak dini sa shpejt lëviz. Sa më saktë të dini sa shpejt lëviz, aq më pak dini ku është. Natyra vetë nuk ka vendosur këto vlera derisa ju të pyesni. Kjo është arsyeja pse elektroni nuk bie në bërtam. Nëse do të ishte në bërtam, një vend shumë specifik, atëherë pasiguria e pozicionit do të ishte shumë e vogël. Sipas parimit të Heisenbergut, kjo do të nënkuptonte se pasiguria e shpejtësisë do të ishte e jashtëzakonshme. Elektroni do të kishte aq shumë energji kinetike sa do të shpërthente jashtë atomit menjëherë. Është si të përpiqeni të mbyllni një re në një kuti. Sa më e vogël kuti, aq më dhunshëm re eksplodon. Elektroni gjen një ekuilibër natyror, një distancë ku energjia e përgjithshme, kinetike plus tërheqje elektrike, është në minimumin e saj. Kjo është orbitala bazë. Ajo nuk mund të bjerë më poshtë, sepse ligjet e mekanikës kuantike e ndallojnë. Por çfarë do të thotë të jesh një val dhe një grimc në të njëjtën kohë? Çfarë do të thotë të mos kesh pozicion derisa dikush shikon? Këtu edhe gjuha thyhet. Erwin Schrödinger, në një përpjekje për të treguar se sa absurde ishte kjo ide, propozoi një eksperiment mendor famkeq. Një mace në një kuti, e gjallë dhe e vdekur në të njëjtën kohë derisa ta hapni kutinë. Ai mendonte se kjo do ta diskreditonte mekanikën kuantike. Në vend të kësaj, ajo u bë simboli i saj më i famshëm. Sepse sipas matematikës, ashtu funksionon realiteti. Grimcat nuk janë objekte solide që lëvizin në përhapësirë. Ato janë mundësi që kolapsojnë në aktualitet vetëm kur ndërveprojnë me diçka tjetër. Kjo ide e çmendur, e quajtur superpozicion, nuk është thjesht filozofi. Ajo është e matshme. Në eksperimentin e famshëm me dy të qara, një elektron kalon nëpër dy vrima në të njëjtën kohë. Jo ose njëra ose tjetra. Jo, ne nuk dim se cilën. Të dyja. Në të njëjtën kohë. Vala e tij ndërhyn me veten, duke krijuar një model që është i pamundur nëse elektroni është thjesht një grimcë e vogël që ndjek një zhugë. Por nëse e vëzhgoni se cilën vrim kalon, modeli ndërhyrës zhduket. Akti i vëzhgimit shkatëron superpozicionin. Realiteti vendos vetëm kur pyetni. Ju ndoshta mendoni, kjo nuk ka kuptim. Diçka duhet të jetë reale, pavarësisht nëse e shikojmë ose jo. Kjo është ajo që Einsteini mendonte. Ai luftoi kundër kësaj interpretimi deri në vdekje. Në vitin 1935, ai shkroi një punim të famshëm me Boris Podolsky dhe Nathan Rosen, duke u përpjekur të tregonte se mekanika kuantike ishte e paplot. Ata krijuan një paradoks. Nëse dy grimca janë të lidhura kuantikisht, matja e njërës duket se ndikon menjëherë në tjetrën, pavarësisht se sa larg janë. Kjo do të ishte informacion që udhëton më shpejt se drita, një shkelje e relativitetit. Einsteini e quajti veprimi frikshëm në distancë dhe ishte i sigurt se kjo provonte se diçka mungonte në teorinë kuantike. Ai kishte të drejtë për faktet, por gaboi për përfundimin. Në vitet 60, fizikanti John Bell formuloi një pabarazim matematikor që mund të testojë se kush kishte të drejtë. Eksperimentet u kryen. Realiteti zgjodhi Borin, jo Einsteinin. Grimcat vërtet janë të ndërlidhura në mënyra jo tokësore. Matja e njërës vërtet ndikon në tjetrën, menjëherë, pavarësisht nga distanca. Nuk ka asnjë shpjegim lokal që funksionon. Ose informacioni udhëton më shpejt se drita, gjë e ndaluar nga relativiteti, ose realiteti nuk është lokal,
dhe grimcat nuk janë objekte të ndara derisa t'i vëzhgoni. Mekanika kuantike thot se e dyta është e vërtet. Pra, pse elektronet nuk bien në bërtham? Sepse ato nuk janë objekte që mund të bien. Ato janë valë probabilitetit të përhapura në hapësirë. Sepse vetë koncepti i një pozicioni të përcaktuar është një përshtatje e mëngjeson makroskopike në një realitet që funksionon sipas rregullave fundamentalisht të ndryshme. Sepse natyra ka kuantizuar energjinë dhe nuk ka asnjë gjendje më të ulët se niveli bazë i energjisë. Sepse parimi i pasigurisë e bën të pamundur që elektroni të jetë njëkohësisht në një pozicion specifik dhe me shpejtësi zero. Sepse ligjet e mekanikës kuantike, ligjet të cilat nuk i kemi zgjedhur, por i kemi zbuluar, e ndalojnë. Dhe ja ironia më e madhe, ju jeni bërë nga atome që nuk duhet të ekzistonin sipas fizikës klasike. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo mendim që keni, çdo ndjenjë që përjetoni, ekziston vetëm sepse elektronet refuzojnë të binden logjikës që truri juaj përdor për të kuptuar botën. Ju jeni një koleksion i rreth 7 oktilion atomesh, Secili prej të cilëve qëndron i qëndrueshëm vetëm për shkak të një paradoksi kuantik që shkenca nuk e kuptoi derisa më pak se një shekull më parë. Por kjo është vetëm fillimi i historisë. Sepse tani që e dim pse atomet nuk shemben, duhet të bëjmë një pyetje edhe më të çuditshme. Çfarë është elektroni në të vërtetë? Jo si sillet. Çfarë është? Dhe këtu fizika moderne duhet të pranojë diçka të turpshme. Ne nuk e dim. A e dini se sa fizikan fituan çmimin Nobel duke provuar se diçka që ne të gjithë e quajmë elektron në të vërtetë nuk është ajo që mendojmë? 18. 18 shkencëtar gjatë një shekulli të plot fituan nderin më të lartë shkencor duke zbuluar se çdo gjë që mendonim se e kuptonim për grimcën më themelore të materjes ishte fundamentalisht e gabuar. 18 herë natyra u ka thënë, jo, edhe më çuditshëm se kaq. Dhe ne ende nuk kemi arritur në fund të historisë. por këtu është paradoksi që asnjë libër shkollor nuk ju thot. Secili prej këtyre shkencëtarëve, duke përfshirë ata që demonstruan se elektroni është një valë probabiliteti pa ekzistencë të përcaktuar, përdorte pajisje elektronike për të kryer eksperimentet e tyre, pajisje të bëra nga miliarda elektrone. Elektrone që silleshin mjaft parashikueshëm për të ndërtuar kompjuter, për të ndezur drita, për të dërguar sinjale nëpër kablo. Elektroni që nëpër masa të vogla nuk ka pozicion të përcaktuar, ishte duke rrjedhur nëpër qarqet e laboratorit në mënyra krejtësisht klasike, newtoniane, të kuptueshme. Si mund të jetë e njëjta gjë njëkohësisht një valë misterioze dhe një grimcë e besueshme? Si mund natura të ndryshojë rregullat në varësi të shkallës? Përgjigjja që shkenca jep është edhe më shqetësuese se pyetja. Natura nuk ndryshon rregullat, ne ndryshojmë pyetjet. Dhe kur ndryshojmë pyetjet, realiteti gjeneron përgjigje të ndryshme. Kjo nuk është filozofi. Kjo është e matshme. Në vitin 1928, një fizikant britanik me emrin Paul Dirac po punonte në një ekuacion që do ta zhdoronte mekanikën kuantike nga një teori e çuditshme në një teori tërësisht të çmendur. Ai po përpiqej të bashkojë mekanikën kuantike me relativitetin special të Einsteinit, dy teoritë më të suksesshme të shekullit të 20. Të dyja të vërtetuara nga mijëra eksperimente, të dyja krejtësisht të papajshme me njëra tjetrën. Relativiteti thot, asgjë nuk mund të udhtojë më shpejt se drita dhe masa është energji. Mekanika kuantike thot, grimcat mund të ekzistojnë në superpozicion dhe vëzhgjimi ndryshon realitetin. Të dyja janë të vërteta, të dyja nuk mund të jenë të vërteta njëkohësisht, por janë. Dirac shkroi një ekuacion që përshkruante sjelljen e elektronit në mënyrë që respektonte të dyja teoritë. Matematika ishte e bukur, ishte elegante. Dhe kishte një problem të tmeshëm. Ajo parashikonte ekzistencën e elektroneve me energji negative. Çfarë do të thotë energji negative? Asgjë në fizikën e njohur. Është si të thoni që një top mund të ketë një lartësi negative, që një makinë mund të lëvizë me shpejtësi negative, që koha mund të rrjedhë prapa. Matematika ishte perfekte, parashikimet ishin absurde. Dirac mund të kishte bërë atë që shumica e fizikantëve bëjnë kur matematika jep rezultate të çuditshme. Ta injoronte dhe të thoshte se është thjesht një artefakt matematikor pa kuptim fizik. Por ai nuk e bëri. Ai e mori seriozisht. Dhe në vitin 1930 ai propozoi diçka që tingëllonte si shkencë fantastike.
Për çdo grincë në univers, ekziston një antigrincë me ngarkesë të kundërt. Për çdo elektron negativ, ekziston një antielektron pozitiv. Për çdo proton pozitiv, ekziston një antiproton negativ. Për çdo atom që formon trupin tuaj, ekziston një mundësi teorike e një antiatomi që nëse do të prekte atomin tuaj, do të anulonte TD-1 shpërthim të dritës së pastër. Askush nuk e besoi. Por në vitin 1932, eksperimentuesi amerikan Carl Anderson zbuloi gjurmë të çuditshme në një dhomë mjegulli që ekspozohej ndaj rrezeve kozmike. Një grincë me masën e saktë të një elektroni, por me ngarkesë pozitive. Pozitron, antimaterie. Parashikimi i Diracut ishte i vërtet. Dhe atëherë fizikantët kuptuan diçka që i bëri të gjithë të friksoheshin. Nëse antimateria ekziston, pse universi nuk është shkatërruar? Në momentet e para pas Big Bangut, duhet të kishte sasi të barabarta materie dhe antimaterie. Çdo grincë që krijohej nga energjia e pastër vinte me antigrincën e saj. Dhe kur materia takon antimaterin, ato anulohen në shpërthim të energjisë. Pra, në një univers të balancuar, çdo grincë duhet të kishte gjetur antigrincën e saj dhe të ishte shkatërruar brenda fraksioneve të para të sekondës kozmike. Por ja ku jemi. Galaksi, yje, planet, ju. Bërë tërësisht nga materie, me pothuajse zero antimaterie. Diku në atë fraksion të parë të sekondës, universi shkeloi simetrinë e vet. Për çdo miliard çift grimcash që anuloheshin, një grimcë vetëm me materie mbetej. Një asimetri e vogël, e pamundur, e pashpjegueshme. Çdo atom në trupin tuaj është mbijetuesi një gjenocidi kozmik ku 1 miliard antegjerësve të tij u shkatërruan. Ju jeni mbetja statistikore e një katastrofe kuantike. Por pse? Pse ekzistonte ky dallim? Çfarë shkeljet simetrinë? Ne nuk e dim. Kjo është njëra nga pyetjet më të mëdha të hapura në fizik. Ka hipoteza, ka modele, ka eksperimente që kërkojnë shkelje të vogla në ligjet e fizikës që mund ta shpjegojnë këtë, por asnjë përgjigje përfundimtare. Ekzistenca juaj bazohet në një çrregullim që shkenca nuk e kupton. Dhe kjo nuk është vetëm filozofi kozmologjike. Kjo ka pasoja praktike, sepse nëse nuk ekzistonte ajo asimetri, nuk do të kishte atome. Pa atome nuk do të kishte molekula. Pa molekula nuk do të kishte kimikate. Pa kimikate nuk do të kishte jetë. Pa jetë nuk do të kishte askush që të bënte pyetjen. Pra, çfarë është elektroni në këtë kontekst më të gjerë? A është ai thjesht një mbetje aksidentale e një universi të paqëndrueshëm? Apo ka një arsye më të thellë pse këto grinca ekzistojnë në formën që ekzistojnë? Në vitin 1945, Richard Feynman, një nga mendjet më të shkëlqyera të shekullit të 20, po punonte në një problem që dukej krejtësisht teknik. Si të llogaritësh ndërveprimet elektromagnetike midis grimcave? Matematika klasike dështonte. Ekuacionet jepnin infinitet. Çdo herë që përpiqej të llogaritur se sa fort dy elektrone shtyjnë njëri tjetrin, rezultati ishte infinit. Jo një numër i madh. Infinit. Kjo ishte e papranueshme. Por Feynman gjeti një truk. Ai tha, çdo grimcë që lviz nëpër hapësirë mund të shihet si një shumë e pafundme të rrugëve të mundshme. Elektroni nuk ndjek një rrugë nga pika A në pikën B. Ai ndjek të gjitha rrugët njëkohësisht. Disa nga këto rrugë kalojnë nëpër hën, disa kthehen prapa në kohë, disa bëjnë lak para se të arrijnë. Shumica anulohen nga ndërhyrja, por një numër i vogël, ato që janë afër rrugës klasike, përforcojnë njëra tjetrën. Kjo është arsyeja pse në botën makroskopike duket sikur objektet ndjekin një rrugë të vetme, sepse të gjitha rrugët e tjera janë anuluar nga vetë ndërhyrja. Por në nivelin kuantik, ku distancat janë të vogla dhe ndërhyrja është e fuqishme, shumë logjishmëria e rrugëve bëhet e dukshme. Teoria e Feynmanit, e quajtur elektrodinamik kuantike, është teoria më e suksesshme në historinë e shkencës. Ajo parashikon sjelljen e elektroneve dhe dritës me një precizion prej 1 pjese në 1 trilion. Nëse do të matnin distancën nga toka në hën me këtë precizion, gabimi ynë do të ishte më i vogël se gjerësia e një floku njeriu. Por ja çmimi i kësaj suksesi. Për ta bërë teorinë të funksionojë, fizikantët duhet të përdorin një truk të quajtur renormalizim. Kur ekuacionet japin infinitet, ata thjesht I heqin infinitetet duke shtuar infinitetet të tjerë që anulohen. Kjo është matematikisht e saktë.
dhe konceptualisht e çmendur. Imagjinoni se po llogaritni se sa para keni në llogari bankare dhe llogaritja jep infinit. Pra ju shtoni minus infinit dhe merrni numrin e saktë. Kjo funksionon. Por a keni vërtet kuptuar se çfarë po ndodh? Vet Feynman je urente këta. Ai e quajti procedurën një mashtrim matematikor që jep përgjigje të sakta për arsye që askush nuk i kupton. Por funksionoi aq mirë sa bëri të mundur gjithçka nga kompjuterët te rezonanca magnetike. Çdo pajisje elektronike që përdorni bazohet në një teori që krijuesit e saj nuk pretendojnë ta kuptojnë plotësisht. Dhe tani vjen pjesa vërtet shqetësuese. Sipas elektrodinamikës kuantike, hapësira boshe nuk është boshe. Është një oqean i pafundëm i grimcave virtuale që shfaqen dhe zhduken vazhdimisht. Çdo pikë në univers po vlon me elektrone virtuale dhe pozitrone virtuale, që lindin nga energjia e vakumit, jetojnë për një fraksion të një sekonde dhe anulohen përsëri. Këto nuk janë fantazi teorike, ato kanë efekte të matshme. Efekti Kazimir. 2 plaka metali në vakum tërhiqen nga njëra tjetra sepse midis tyre ka më pak grimca virtuale se sa jashtë. Efekti Lam. Nivelet e energjisë së hidrogjenit zhvendosen pak për shkak të ndërveprimit të elektronit me valet virtuale të fotoneve që përreth tij. Pra kur pyesim se çfarë është elektroni, përgjigja është një ekscitim lokal në një fushë kuantike që mbush të gjithë universin, i rrethuar nga një re e pafundme grimçash virtuale që ndikojnë në sjelljen e tij në mënyra që as nuk mund t'i imagjinojmë. A është kjo kuptim? Apo thjesht një përshkrim matematikor që funksionon? Në vitet 50, fizikantët filluan të kuptojnë diçka edhe më të çuditshme. Ekzistojnë lloje të ndryshme të grimçave të ngjashme me elektronin. Muoni, i zbuluar në rrezet kozmike, është identik me elektronin në çdo mënyrë, përveç se është 200 herë më i rëndë. Ai bën të njëjtat gjëra, ka të njëjtën ngarkesë, por thjesht ka më shumë masë, pa arsye të dukshme. Dhe pastaj erdhi taoni, edhe më i rëndë. 3 kopje të elektronit me masa të ndryshme. Fizikanti Isidor Rabi, kur dëgjoi për muonin, tha: kush e porositi këta? Askush nuk ishte nevojë për një elektron më të rëndë. Natyra e krijoi atë gjithsesi. Pse? Pse ekzistojnë 3 versione të së njëjtës grimcë? Pse këto masa specifike dhe jo të tjera? Pse 3 e jo 2, apo 5, apo 100? Ne nuk e dim. Kjo është një nga misteret e pashpjeguara të modelit standard të fizikës së grimcave. Kemi një teori që përshkruan saktësisht se si këto grimca sillen, por nuk kemi asnjë ide pse ato ekzistojnë. Dhe kjo na çonte një nga eksperimentet më ambicioze në historinë e shkencës. Përplasësi i madh i hadronëve. Një tunel 27 kilometra i ndërtuar nën kufrin franko-zviceran, ku fizikantët përplasin protone me energji aq të larta sa rikrijojnë kushtet që ekzistonin 1 trilionshmë të sekondës pas Big Bangut. Pse? Për të gjetur një grimcë teorike që shpjegon se nga vjen masa. Në vitet 60, fizikanti britanik Peter Higgs propozoi një mekanizëm të çuditshëm. Ekziston një fushë që mbush të gjithë universin. Grimcat që ndërveprojnë me këtë fushë fitojnë masë. Sa më shumë ndërveprojnë, aq më të rënda janë. Fotoni nuk ndërvepron fare, prandaj nuk ka masë dhe udhton me shpejtësinë e dritës. Elektroni ndërvepron pak, prandaj ka masë të vogël. Kuarket ndërveprojnë më shumë, prandaj janë më të rëndë. Kjo ishte një ide elegante, por ishte e paverifikueshme për 50 vjet. Deri në vitin 2012, kur CERN njoftoi zbulimin e bozonit Higgs, grimca që krijon masën. Grimca që bën që çdo gjë në univers të ketë peshë. Por edhe ky zbulim nuk është një shpjegim përfundimtar, sepse tani duhet të pyesim: pse fusha Higgs ka vlerën që ka? Nëse do të ishte pak më e fortë, elektronet do të ishin shumë të rëndë dhe atomet nuk do të mund të formoheshin. Nëse do të ishte pak më e dobët, materia nuk do të ishte e qëndrueshme. Vlera e saktë e fushës Higgs duket e përzgjedhur me kujdes për të lejuar ekzistencën e universit ashtu siç e njohim. Kjo është e njohur si problemi i sintonimit të imët. Konstantet themelore të natyrës duken të kaliptuara me një precizion të pabesueshëm. Ndryshoni forcën e gravitetit me një pjesë në 1 trilion triliona dhe yjet nuk do të mund të formoheshin. Ndryshoni forcën e fortë bërthamore me 1% dhe atomet do të shpërbëheshin. Universi duket i dizajnuar. Por dizajnuar nga kush? Nga çfarë? Për çfarë qëllimi? Disa fizikanë thonë,
Multivers. Ekzistojnë infinite universe me konstante të ndryshme. Ne jemi në një të cilin konstantet lejojnë jetën, sepse nuk do të ishim në gjendje të pyetnim pyetjen në ndonjë univers tjetër. Ky është parimi antropik. Vetëm në një univers të përshtatshëm për jetën, mund të ketë vëzhgues që të habiten për përshtatshmërinë. Të tjerë thonë, mos shpikni universe që nuk mund të shihni. Konstantet janë ato që janë, nuk ka nevojë për shpjegim metafizik. Por ja problemi. Të dyja këto përgjigje janë kapitullim. E para gjeneron infinit të pathjeshtësueshëm. E dyta ndërpret pyetjen. Asnjëra nuk është shkencë. Të dyja janë filozofi e maskuar si fizik. Dhe kështu, një shekull pas Borit, fizika përsëri qëndron në kufi të kuptimit. Ne mund të llogaritim se si elektronet silen me precizion të pabesueshëm. Mund të ndërtojmë tranzistor dhe lazera dhe kompjuter kuantik. Mund të manipulojmë grimcat individuale me kontroll atomik. Por nuk mund të themi se çfarë janë ato. A janë val? Po, por edhe grimca. A janë grimca? Po, por edhe fusha. A janë fusha? Po, por edhe ekscitim. A janë ekscitim? Po, por edhe probabilitet. A janë probabilitet? Po, por edhe aktualitet kur i matni. Çdo përgjigje gjeneron një pyetje më të thellë. Çdo zbulim zbulon një mister më të madh. Sa më shumë dim, aq më pak kuptojmë. Dhe ja ironia përfundimtare. Trupi juaj është një makinë kuantike që funksionon perfekt pa kuptuar asnjë nga këto. Elektronet në retinën tuaj kapin fotone dhe fillojnë rryma elektrike që bëhen shikimi juaj. Elektronet në mitokondri transferojnë energji që mban qelizat tuaja gjallë. Elektronet në ADN në tuaj rregullojnë lidhje kimike që kodojnë çdo memorie që keni. Ju jeni një kompjuter kuantik biologjik që ekzekuton triliona operacione kuantike në sekond, ndërsa mendja juaj e ndërgjeshme as që di se çfarë është një funksion vale. Por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta kuptimi i plot nuk është i mundur. Ndoshta natyra funksionon sipas parimeve që mendja njerëzore, e zhvilluar për të gjurmuar gazelat në savana, thjesht nuk është e pajisur për ta kuptuar intuitivsht. Ndoshta matematika është sa më afër që mund të arrijmë. Apo ndoshta jemi duke bërë pyetjet e gabuara. Ndoshta elektroni nuk është një gjë që kërkon kuptim. Ndoshta është vetë procesi i ndërveprimit që përbën realitetin. Ndoshta nuk ka asgjë në ekuacionet. Ndoshta ekuacionet janë gjithçka që ekziston. Kjo është koha kur shkenca transformohet në filozofi, kur pyetjet teknike bëhen ekzistenciale, kur instrumentet tona më të fuqishme na tregojnë kufijtë e fuqisë së tyre, por historisë nuk i ka mbaruar. Sepse ndërsa fizikantët ende debatonin se çfarë është elektroni, diçka edhe më e habitshme po ndodhte. Dikush po zbulonte se elektronet, këto grinca të pashpjegueshme, mund të bëhen ende më të çuditshme kur i vendosni së bashku. Dhe atje, në ato koleksione, ato nuk silen si individ. Ato bëhen diçka tërësisht e re. Diçka që nuk mund të parashikohet nga vetit e grincave individuale. Diçka që shkenca quajti emergjencë dhe që do të hapte një portal drejt pyetjeve që as nuk kishim imagjinuar. Në laboratorin e tij në Leiden, Holland, në një natë dimri të vitit 1928, Heike Kamerlingons po vëzhgonte diçka që nuk duhej të ekzistonte. Ai kishte ftohur një mostër të thjeshtë të mërkurit në temperaturën më të ulët të arritur ndonjëherë, vetëm disa shkallë mbi zero absolute. Dhe pastaj, pa pritmas, rezistenca elektrike e metalit zhduku plotësisht. Jo u ul, zhduku. Rryma elektrike filloi të rrinte përmes telit pa humbur asnjë energji. Një elektron që hyri nga njëra anë, doli nga ana tjetër pa përplasur asnjë atom, pa shkaktuar asnjë nxehtësi, pa lënë asnjë gjurmë. Ishte sikur elektroni po lundronte përmes një boshllëku të përsosur, megjithse në të vërtetë po kalonte përmes miliarda atomeve të ngurta. Kjo ishte mbinqërësia. Dhe për 60 vjet, askush nuk e kuptoi se si funksiononte. Problemi ishte ky. Sipas çdo teorie të njohur, elektronet duhet të përplasen me atome.
Edhe në një rrjet kristalor të përsosur, edhe në zero absolute, mekanika kuantike parashikon vallë dhe dridhje. Atomi nuk është një top bilardo i palvishëm. Ai është një shpërndarje probabiliteti që lëkundet, që dridhet, që ndërvepron. Çdo elektron që kalon duhet të përplaset me këto valë. Dhe megjithatë, në një mbinqerës, triliona elektrone kalojnë përmes miliarda atomeve pa prekur asnjë prej tyre. Ishte sikur po shinit një tufë njerëzish që vraponin nëpër një pyll të dendur pa goditur asnjë pemë. Jo sepse ishin me fat, por sepse pemat disi dinin se ishin aty dhe lëviznin nga rruga. Por pemat nuk lëvizin dhe elektronet nuk negociojnë. Pra, çfarë po ndodhte? Përgjigja erdhi në vitin 1957 nga 3 fizikanë: John Barden, Leon Cooper dhe Robert Schrieffer. Ata propozuan një mekanizëm aq të çuditshëm sa edhe sot është e vështirë ta besosh. Ata thanë: në temperatura shumë të ulta, elektronet nuk lëvizin individualisht. Ato çiftohen. 2 elektrone, që zakonisht duhet të largoheshin nga njëri tjetri me forcë të fuqishme, sepse të dy janë negativ, disi gjen një mënyrë për të krijuar një lidhje. Jo një lidhje të drejtë për drejtë, jo si 2 magnete që ngjiten, por një lidhje të ndërmjetësuar nga vetë rrjeti kristalor. Imagjinoni një palestër plot njerëz. Ju ecni përmes turmës dhe trupat e njerëzve largohen nga rruga juaj. Pas jush mbetet një boshllëk i përkohshëm, një zonë ku dendësia e njerëzve është pak më e ulët. Tani imagjinoni se një person tjetër duke ecur pas jush tërhiqet nga ai boshllëk. Jo sepse ju po e tërhiqni atë, por sepse turma krijoi një model që e tërheq. Kështu funksionojnë çiftet e Cooperit. Elektroni i parë kalon përmes rrjetit metalik dhe shtrembron atë. Bërthama pozitive të atomeve tërhiqen lehtësisht nga elektroni negativ. Kjo shtrembrim krijon një rajon me ngarkesë pozitive të tepërt. Elektroni i dytë, duke kaluar në këtë rajon, tërhiqet nga ai ngarkesë pozitive. Rezultati: 2 elektronet janë të lidhur tërthorazi përmes vetë rrjetit. Dhe ja ku vjen pjesa magjike. Çifti i Cooperit nuk është si 2 elektrone individuale. Matematikisht ai sillet si një grincë e vetme me spinë të plot. Kjo ndryshon gjithçka. Elektronet individuale janë fermione, grinca që respektojnë parimin e përjashtimit të polit. Nuk mund të jenë në të njëjtën gjendje kuantike. Ato konkurrojnë për hapësirë, ato përplasen me gjithçka. Por çiftet e Cooperit janë bozone, grinca që mund të zënë të njëjtën gjendje kuantike. Ato nuk konkurrojnë, ato bashkëpunojnë. Dhe kur mijëra miliarda çifte kondensojnë në të njëjtën gjendje kuantike, Ato formojnë diçka që fizika quajti kondensim Bose-Einstein. imagjinoni një stadium plot tifoz që të gjithë këndojnë të njëjtën këngë në të njëjtën kohë. Individët humbasin në kolektivin. Identiteti personal shkrihet në një valë kolektive. Asnjë tifoz individual nuk mund të devijojë pa shkatëruar harmoninë. Pra, ato nuk devijojnë. Elektronet në një mbinqerës sillen në të njëjtën mënyrë. Ato nuk janë më individ të pavarur. Ato janë pjesë e një fushë kuantike të unifikuar që përhapet nëpër të gjithë materialin. Kur një elektron kalon përmes rrjetit, ai nuk është i vetëm. Ai është pjesë e një vale kolektive që përfshin të gjithë mbinqerësin. Dhe kjo valë nuk mund të përplaset me një atom individual pa përplasur të gjithë valën. Por për të përplasur të gjithë valën, do të nevojitej më shumë energji se sa është në dispozicion në temperaturë të ulët. Prandaj, valëndërrimi përmes materialit pa rezistencë, ky ishte kuptimi i parë në histori se elektronet mund të humbasin individualitetin e tyre, se mund të bëhen diçka më të madhe se veten e tyre, se kolektivi mund të ketë veti që asnjë individ nuk i posedon. Kjo është emergjenca, fenomeni ku një sistem kompleks zhvillon veti që nuk mund të parashikohen nga komponentët e tij. Ju mund të dini gjithçka për një elektron individual, çdo ekuacion, çdo parametër, çdo sjellje, dhe ende nuk do të mund të parashikoni mbinqërsinë, sepse mbinqërsia nuk është veti e elektronit, është veti e marrëdhënies midis miliarda elektroneve, është veti e sistemit si tërë. Por tani vjen diçka edhe më e çuditshme.
Në vitin 1962, fizikanti britanik Brian Josephson parashikoi një efekt që dukej krejtësisht I pamundur. Ai tha: "Nëse vendosni dy mbinqerës pranë njëri tjetrit, por jo duke u prekur, me një shtresë të hollë izoluese midis tyre, atëherë çiftet e Cooperit mund të tunelojnë përmes izoluesit. Elektronet, të cilat nuk mund të kalojnë përmes një pengesë klasike, mund të zhduken nga njëra anë dhe të shfaqen në anën tjetër." Kjo nuk ishte thjesht tunelim kuantik. Kjo ishte tunelimi I një gjendjes kolektive. E gjithë valfusha e mbinqërësit të parë mund të zgjerohej në mbinqërësinë e dytë përmes një hapësire që nuk lejonte kalimin e elektroneve individuale. Josephson ishte student doktorature. Mbikëqyrësit e tij ishin skeptik, por ai publikoi parashikimin gjithsesi. Dhe brenda 2 vjetësh, efekti u vëzhgua eksperimentalisht. Efekti Josephson tani është themeli I teknologjive si skuadristët SKUID, pajisjet më të ndjeshme në botë për matjen e fushave magnetike. Ato mund të kapin fushan magnetike të krijuar nga një mendje e vetme neurone në trurin tuaj. Ato mund të zbulojnë nëndetse që lundrojnë në thellësinë e oqeanit duke matur shtrembrimin mikroskopik të fushës magnetike të tokës. Të gjitha bazuar në faktin që çiftet e Cooperit mund të tunelojnë përmes pengesave, por ja ku bëhet vërtet e çmendur. Në vitin 1910, fizikantet Klaus von Klitzing, Horst Stormer dhe Daniel Tsui po studionin një sistem edhe më të thjeshtë, një shtresë e hollë elektronesh të ngrira në 2 dimensione nga një fushë magnetike shumë e fortë në temperatura afër zeros absolute. Ata zbuluan diçka që shkenca asnjëherë nuk e kishte parë. Përqueshmëria elektrike e sistemit nuk ishte e vazhdueshme. Ajo kërcente në hapa të përcaktuar me precizion, jo rreth vlerave të caktuara, jo me një gabim të vogël matjeje, por eksaktësisht në tyesa matematikore të një konstante themelore. Ata kishin zbuluar efektin hall kuantik. Dhe brenda 4 vjetësh, eksperimentet sollën diçka edhe më të çuditshme, efektin hall kuantik fraktal, ku përqueshmëria kërcen në tyesa si 1/3, 1/5, 2/7. Tjesa që askush nuk I kishte parashikuar. Tjesa që as nuk duhet të ekzistonin në një teori të thjeshtë të elektroneve individuale. Pse ndodhte kjo? Sepse në kushte ekstreme, elektronet po krijonin një gjendje kolektive aq të organizuar sa si lej si një lëng kuantik. Në këtë lëng, ekscitacionet nuk ishin elektrone individuale, ishin valë kolektive që bartnin ngarkesë fraksionare. Një elektron individual ka ngarkesë 1, por në lëngun holl kuantik, ekscitacionet mund të kenë ngarkesë 1/3. Jo sepse elektroni është ndar, por sepse kolektivi krijon kuaza grimca, entitete që silen si grimca, por janë vetëm modele në lëngun elektronik. Imagjinoni një sipërfaqe uji. Mund të keni valë. Valët lëvizin përmes sipërfaqes sikur të ishin objekte të pavarura, por nuk ka asnjë molekul uji që lëviz me valën. Çdo molekul thjesht lëviz lart e poshtë. Vala është një model, jo një objekt. Prapse prap, ajo bart energji, bart impuls, silet si të ishte një gjë reale. Kuaza grimcat janë njësoj. Ato janë modele në lëngun elektronik që silen si grimca. Dhe këto modele mund të kenë veti që grimcat reale nuk mund t'i kenë. Në vitin 1988, fizikantet propozuan se disa kuaza grimca në sistemet Hall kuantike mund të kenë një veti e quajtur statistik enion. Elektronet dhe protonet respektojnë rregulla specifike kur I shkëmbeni. Nëse shkëmbeni 2 elektrone, fusha e valës merr një shenjë negative. Nëse I shkëmbeni 2 herë, ktheheni në gjendjen origjinale. Fotone respektojnë një rregull tjetër. Shkëmbimi nuk ndryshon asgjë. Por anionet janë diçka në mes. Kur I shkëmbeni, fusha e valës rrotullohet me një kënd arbitrar. Shkëmbeni ato përsëri dhe nuk ktheheni në gjendjen origjinale. Shkëmbeni ato disa herë dhe historia e shkëmbimeve të kaluara mbetet e koduar në fusha e valës. Kjo do të thotë se anionet kanë kujtesë. Ato kujtojnë se si janë përdredhur rreth njëri tjetrit. Dhe kjo kujtesë nuk ruhet në një veti të brendshme të grimcës. Ajo ruhet në topologjinë e hapësirës përmes së cilës ato janë lëvizur. Kjo është arsyeja pse disa fizikanë besojnë se anionet mund të përdoren për të ndërtuar kompjuter kuantik. Informacioni I koduar në përdredhjet e anioneve do të ishte I mbrojtur nga zhurma, sepse nuk ka mënyrë që një shkëllim lokal të ndryshojë topologjinë globale.
Vetëm operacione që lëvizin anionet plotësisht rreth njëri tjetrit mund ta ndryshojnë informacionin. Kjo është një formë llogaritje që nuk ekziston askund tjetër në natyrë. Një llogaritje e koduar jo në gjendjet e grimcave, por në histori të rrugëve të tyre. Por ja ku bëhet vërtet filozofike. Në të gjitha këto raste, mbingshërësia, efekti Josephson, lëngu Hall kuantik e nionet, ne po shohim të njëjtën gjë. Po shohim se individualiteti është një iluzion. Elektroni që ju mendoni si një objekt i veçantë, i pavarur, është vetëm një parafrim i dobishëm. Në kushte ekstreme, kur shumë elektrone ndërveprojnë fort, koncepti i një elektroni individual humbet kuptim. Çfarë ekziston në vend të tij është një fushë kolektive, një gjendje e përbashkët, një realitet i shpërndar. Dhe këtu është pyetja që fizika ende nuk mund ta përgjigjet. Ku përfundon elektroni individual dhe ku fillon kolektivi? A ka një vit të qartë, apo është një tranzicion gradual? Nëse vendosni 2 elektrone pranë, a janë ato ende 2 objekte të ndara? Po 3? Po 1 milion? Po 1 mol? 6.28 miliarda triliona elektrone? Në çfarë pike ato bëhen një lëng kuantik ku individët humbasin? Dhe nëse individualisht humbet në kolektivin, çfarë do të thotë kjo për çdo gjë tjetër? Ju jeni bërë nga atome. Çdo atom përmban elektrone. Çdo elektron ndërvepron me fqinjet. Në çdo moment, triliona ndërveprime ndodhin brenda trupit tuaj. Sa prej tyre janë kolektive? Sa prej jush është një fushë e përbashkët? Dhe sa janë pjesë të pavarura? Disa neuroskencëtistë mendojnë se ndërgjegja vet mund të jetë një fenomen emergjent, jo një veti e një neuroni individual, por një model kolektiv që lind nga triliona ndërveprime midis neuroneve. Nëse kjo është e vërtet, atëherë mendja juaj është si një lëng Hall kuantik, një gjendje e shpërndar ku asnjë pjesë individuale nuk përmban përvojën, por e gjitha ajo si tërësi krijon ndërgjegjen. Por askush nuk e di nëse kjo analogji ka kuptim. Askush nuk e di nëse mekanika kuantike luan ndonjë rol në funksionimin e trurit. Askush nuk e di nëse emergjenca në fizikën e grimcave ka ndonjë lidhje me emergjencën në biologji. Por fakti që jemi duke bërë këto pyetje tregon diçka të thellë. Kuptimi ynë i individualitetit, i vetës, i realitetit është thellësisht i modeluar nga bota makroskopike ku jetohet. Ne shohim objekte të ndara, shohim kufi të qartë, shohim shkak dhe pasojë. Por sa më shumë shikojmë në thellësi, aq më shumë kjo strukturë shpërbahet. Në nivelin kuantik nuk ka objekte të ndara, ka fusha që ndërveprojnë, nuk ka kufi të qartë, ka shkallë të vazhdueshme të ndërthurjes. Nuk ka shkak dhe pasojë të thjeshtë. Ka ndërveprime kolektive ku e gjithë historia e sistemit përcakton gjendjen aktuale. Dhe kjo na çon në një prej zbulimeve më të pazakonta të fizikës moderne. Në vitet e fundit, fizikanët kanë filluar të zbulojnë faza të reja të materjes që nuk mund të përshkruen me terma të zakonshëm. Faza të quajtura likuide spin kuantike, ku momentin magnetik të elektroneve formojnë një gjendje ngërthyer aq komplekse sa asnjë përshkrim klasik nuk është i mundur. Faza të quajtura izolues topologjik, ku sipërfaqja e një materiali përcon rrymë elektrike perfekt, por brendësia është izoluese. Faza të quajtura kristale të kohës, ku një sistem ripërsërit një model jo në hapësirë, por në kohë. Secila prej këtyre fazave është një gjendje e materisë që ligjet klasike nuk mund ta parashikojnë, dhe secila prej tyre ekziston vetëm sepse elektronet, këto grimca të vogla të çuditshme që ne ende nuk i kuptojmë, bashkëpunojnë në mënyra që shkenca as nuk i imagjinonte para pak dekadash. Por ja problemi. Për çdo fushë kuantike kolektive që zbulohet, ne duhet të shpikim një matematik të re për ta përshkruar. Mekanika kuantike standarde, ajo që punon për elektrone individuale, nuk mjafton. Teoria e fushës kuantike, ajo që përshkruan grimcat dhe forcat, nuk mjafton. Teoria e informacionit kuantik, ajo që përshkruan ngërthimin, nuk mjafton. Për çdo sistem të ri, na duhet një gjuhë e re. Dhe çdo gjuhë e re zbulon se gjuha e vjetër ishte një rast i veçantë, një parafrim, një thjeshtësim. Kjo është sinjali i një krize. Kur një shkencë duhet të shpik teori të reja për çdo sistem të ri, kjo nënkupton se nuk ka një teori të vetme themelore që përshkruan gjithçka. Kjo nënkupton se realiteti është më i pasur, më i ndërlikuar, më i çuditshëm
se sa çdo skem konceptuale që mund të ndërtojmë. Dhe kjo na kthen tek pyetja fillestare. Pse elektronet nuk bien në bërtham? Tani e dim se përgjigja nuk është e thjeshtë. Nuk është vetëm se ligjet kuantike e ndalojnë. Nuk është vetëm se parimi i pasigurisë e pengon. Është se koncepti i një elektroni që bie është vetvetiu një keq kuptim. Elektroni nuk është një objekt që mund të bjerë. Ai është një fushë që gjeneron eksitacione. Ai është një pjesë e një sistemi kolektiv që formon modele të qëndrueshme. Ai është një manifestim i një realiteti themelor që ne ende nuk e kuptojmë. Dhe sa më shumë e studojmë, aq më shumë kuptojmë se çdo përgjigje është një shtresë mbi një mister më të thellë. Çdo eksperiment zbulon një nivel të ri kompleksiteti. Çdo zbulim hap një portë drejt pyetjeve që as nuk dinim se mund t'i bënim. Dhe tani, këtu qëndrojmë. Një shekull pas revolucionit kuantik. Me teknologji që manipulon elektrone individuale. Me teori që parashikojnë eksperimente me precizion të pabesueshëm. Me pajisje që funksionojnë sepse kemi mësuar ta shfrytëzojmë çudinë kuantike. Por me një problem themelor që nuk është zgjidhur. Ne ende nuk e dim se çfarë është elektroni. Dhe këtu fillon diçka që shkencëtarët rrallë pranojnë publikisht. Kufitë e shkencës nuk janë vetëm praktik. Nuk janë vetëm mangësi teknike që pajisjet më të mira do t'i zgjidhin. Disa kufi janë konceptual. Disa pyetje bien jashtë kuadrit që metoda shkencore mund të prek, dhe ndoshta pyetja çfarë është elektroni i përket kësaj kategorie. Le të shohim pse. Imagjinoni se po përpiqeni të kuptoni se çfarë është uji duke studiuar vetëm valët në sipërfaqen e oqeanit. Mund të masni lartësinë e valve, mund të llogaritni shpejtësinë e tyre, mund të parashikoni se kur do të thyhen, mund të ndërtoni modele matematikore që përshkruajnë sjelljen e tyre me precizion të mahnitshëm. Por a do të kuptoni se çfarë është uji? A do të zbuloni që ai përbëhet nga molekula? A do të mësoni për lidhjet hidrogjenore që i japin vetit unike? A do të kuptoni pse ai zgjerohet kur ngri? Jo, sepse valet janë vetëm një manifestim i ujit, jo vetë uji. Elektronet janë njësoj. Çdo gjë që mund të masim është një manifestim i elektronit, jo vetë elektroni. Ne shohim gjurmët e tij në dhoma mjegullore. Matim ngarkesën e tij në eksperimente. Përdorim sjelljen e tij për të ndërtuar qark. Por asnjëherë nuk e shohim atë direkt. Sepse të shikuarit vetvetiu është një ndërveprim që ndryshon atë që po shikohet. Dhe këtu vjen problemi themelor. Çdo matje që bëjmë për elektronin është në të njëjtën kohë një shkatërrim i gjendjes së tij origjinale. Kur matim pozicionin, shkatërrojmë informacionin për shpejtësinë. Kur matim shpejtësinë, shkatërrojmë informacionin për pozicionin. Kur matim spinin në një drejtim, shkatërrojmë informacionin për spinin në drejtimin tjetër. Nuk po flasim për mangësi eksperimentale, po flasim për një parim themelor të natyrës. Shumë sasi nuk kanë vlera të përcaktuara njëkohësisht. Jo sepse ne nuk mund t'i dim, por sepse natyra vet nuk i ka vendosur ato derisa të pyesim. Kjo është arsyeja pse disa fizikan kanë filluar të thonë diçka radikale. Ndoshta pyetja çfarë është elektroni nuk ka kuptim. Ndoshta elektroni nuk është një gjë që ekziston në mënyrë të pavarur nga matjet tona. Ndoshta ai është vetëm një nyje në rrjetin e ndërveprimit. Ndoshta realiteti nuk përbëhet nga objekte, por nga marrëdhënie. Kjo ide quhet relacionizëm kuantik, dhe ajo thot diçka që duket absurde. Vetit e një grimce nuk ekzistojnë në mënyrë absolute. Ato ekzistojnë vetëm në lidhje me grimca të tjera. Elektroni nuk ka pozicion derisa nuk ndërvepron me diçka që mund ta mas pozicionin. Ai nuk ka spin derisa nuk ndërvepron me diçka që mund ta mas spinin. Ai nuk ka energji derisa nuk shkëmben energji me diçka tjetër. Ndërveprimet janë të vetme gjëra që janë reale. Objektet janë abstraksione që mendja jon krijon për të organizuar ndërveprimet. Kjo duket si filozofi e çmendur, por është një interpretim i plot valid i mekanikës kuantike që disa fizikane marrin seriozisht. Dhe këtu është diçka që duhet ta pranojmë. Ne nuk dim se cili interpretim i mekanikës kuantike është i vërtet. Ekzistojnë të paktën 10 interpretim të ndryshëm, secili matematikisht ekuivalent, por konceptualisht krejtësisht i ndryshëm. Interpretimi i Kopenhagës thotë: matja shem superpozicionin dhe krijon realitet të përcaktuar.
Interpretimi i botëve të shumta thot, matja shkakton që universi të ndahet në deg paralele ku çdo rezultat ndodh. Interpretimi i valve pilot thot, grimcat kanë pozicione të sakta, por udhëhiqen nga fusha të fshehura që ne nuk mund t'i shohim. Interpretimi relacional thot, realiteti ekziston vetëm në lidhje me vëzhguesit. Interpretimi cubism thot, probabilitetet janë të vetme gjëra reale dhe grimcat janë vetëm mënyra e përshtatshme për të folur për to. Të gjitha këto interpretim parashikojnë të njëjtat rezultate eksperimentale, të gjitha përshkruajnë të njëjtat ekuacione, por tregojnë histori krejtësisht të ndryshme për atë që po ndodh në realitet, dhe nuk ka asnjë eksperiment që mund të zgjedhë midis tyre. Sepse ndryshimet janë metafizike, jo empirike. Ato përfshin pyetje që shkenca nuk mund t'i prek. Çfarë ekziston vërtet kur askush nuk po vëzhgon? A ka një realitet i pavarur nga matjet tona? Çfarë ndodh në degët e tjera të funksionit të valës që ne nuk e shohim? Kjo është një formë e çuditshme turpi. Teoria më e suksesshme në historinë e shkencës nuk mund të na tregojë se për çfarë flet vërtet. Dhe kjo na çon në një ide edhe mosqetësuese. Le të mendojmë për një moment se çfarë po bëjmë vërtet kur bëjmë shkencë. Ne përdorim pajisje makroskopike për të matur fenomene kuantike. Përdorim detektor që përbën nga triliona atome për të kapur elektrone individuale. Përdorim kompjuter klasik për të analizuar rezultate kuantike. Përdorim trur klasik për të kuptuar realitet kuantik. Por nëse gjithçka, duke përfshirë pajisjet tona dhe trurit ton, është në fund kuantike, atëre çfarë do të thotë që një sistem kuantik po mat një sistem tjetër kuantik? Kjo është problemi i famshëm i matjes në mekanikën kuantike dhe pas një shekull ende nuk ka konsensus për zgjidhjen. Problemi është ky. Ekuacionet e mekanikës kuantike përshkruajnë si sistemet evoluojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe të parashikueshme kur nuk po maten. Por kur bëhet një matje, sistemi kolapson në një gjendje të përcaktuar në mënyrë të çastit dhe të parashikueshme vetëm probabilistikisht. Pse ekzistojnë dy lloje evolucionesh? Çfarë është ajo veçantë për matjen që ndryshon rregullat e lojës? Ku është kufiri midis botës kuantike që evoluon gradualisht dhe botës klasike, ku gjërat ndodhin menjëherë? Askush nuk e di. Disa fizikanë thonë, matja është vetëm ndërveprim me një sistem të madh. Kur një elektron ndërvepron me triliona atome në një detektor, informacioni për gjendjen e tij përhapet aq shpejt sa bëhet praktikisht e paktyeshme. Kjo quhet dekoherencë. Por dekoherenca nuk zgjidh problemin themelor. Ajo shpjegon pse nuk shohim superpozicione në botën makroskopike, por nuk shpjegon pse shohim rezultate specifike në eksperimente individuale. Nuk shpjegon pse një elektron zgjedh të jetë këtu dhe jo atje kur e matim. Të tjerë thonë, zgjedhja është iluzion. Të gjitha rezultatet ndodhin, por në deg të ndryshme të realitetit. Ne përjetojmë vetëm një deg, prandaj duket sikur ka zgjedhje. Por në realitet, çdo rezultat i mundshëm ndodh diku. Por kjo nuk zgjidh problemin sepse ne përjetojmë këtë deg dhe jo një tjetër, dhe krijon një problem të ri. Nëse çdo rezultat ndodh, atëherë probabilitetet nuk kanë kuptim. Pse duhet të vlerësojmë rezultate të rralla si më pak të mundshme nëse ato ndodhin gjithsesi? Dhe tani, ja ku bëhet vërtet problematike. Në vitet e fundit, disa fizikanë kanë filluar të thonë diçka që njëherë do të ishte konsideruar herezi. Ndoshta ndërgjegja luan një rol në kolapsimin e funksionit të valës. Kjo ide është e vjetër. Ajo u propozua nga fizikanë si Eugen Wigner dhe John von Neumann në vitet 30, por u refuzua gjërësisht sepse dukej se po futej misticizëm në fizik. Por problemi nuk shkon larg, sepse nëse çdo matje është thjesht një ndërveprim midis sistemeve kuantike, atëherë nuk ka asnjë pikë ku fusha e valës kolapson. Gjithçka mbetet në superpozicion përgjithmonë. Vetëm nëse ekziston një nivel i realitetit që nuk respekton rregullat kuantike, një vëzhgues që nuk është në superpozicion, mund të ndodh kolaps. Dhe i vetmi kandidat që njohim për një vëzhgues të tillë është ndërgjegja. Kjo nuk do të thotë që ndërgjegja shkakton kolapsin përmes një force misterioze. Ajo thjesht do të thotë që ndërgjegja mund të jetë lloji i sistemit që nuk mund të jetë në superpozicion, që përjeton realitetin si një sekuencë ngjarjesh specifike, jo si një superpozicion mundësish. Por askush nuk e di nëse kjo është e vërtetë. Askush nuk e di se si ta testoj.
Askush madje nuk e di se çfarë do të thotë që ndërgjegja të jetë jashtë rregullave kuantike, kur truri që e prodhon qartësisht respekton ato rregulla. Kjo është territori ku fizika takon filozofinë e mendjes, dhe asnjëra nuk ka mjete për ta zgjidhur problemin. Por ajo që duhet ta pranojmë është kjo. Një shekull pas zbulimit të mekanikës kuantike, ne ende nuk kemi një histori koherente për atë që po ndodh kur një matje bëhet. Kemi ekuacione që funksionojnë. Kemi parashikime që përputhen me eksperimentet. Kemi teknologji që varet nga saktësia e teorisë. Por nuk kemi kuptim. Dhe ndoshta kjo është pikërisht pika. Le të mendojmë për një moment se çfarë po kërkojmë vërtet kur kërkojmë kuptim. Ne duam që fizika të na tregojë një histori që mendja jon mund ta përfiturojë. Duam që realiteti të përbëhet nga objekte që ekzistojnë në hapësirë dhe kohë, që kanë veti specifike, që ndjekin ligje të qarta shkak-pasojë. Por çfarë nëse realiteti nuk është kështu? Çfarë nëse struktura që ne kërkojmë është vetëm një reflektim i mënyrës se si mendja jonë është zhvilluar për të kuptuar botën makroskopike? Ne jemi krijesa që evoluan në një mjedis ku objektet kishin pozicione të qarta, ku shkaqet paraprinin pasojat, ku gjërat ishin ose këtu ose atje, por kur në të dyja vendet njëkohësisht. Truri ton u është zhvilluar për të gjurmuar kafsh, për të hedhur gur, për të parashikuar ku do të bjerë frutat kur ta shkon degën. Të gjitha këto kërkojnë një model mendor të realitetit, si një koleksion objektesh të ndara me veti të përcaktuara. Por bota kuantike nuk funksionon kështu, dhe ndoshta arsyeja pse e gjejmë aq të vështirë ta kuptojmë nuk është se jemi injorues, por sepse po kërkojmë llojin e gabuar të kuptimit. Ndoshta kuptimi i vërtet nuk është një vizualizim intuitiv, por një marrëdhënie matematikore. Ndoshta realiteti është thellësisht jo tokësor dhe matematika është sa më afër që mund të arrijmë. Kjo nuk është kapitullim, është njohje e kufive të mjeteve tona konceptuale. Dhe kjo na kthen tek elektroni. Kur pyesim pse elektronet nuk bjen në bërtham, në të vërtet po bëjmë një pyetje që vjen nga një kesh kuptim themelor. Ne po supozojmë që elektroni është një objekt i vogël që mund të bjerë. Po supozojmë që bërthama është një vend ku mund të bjerë. Po supozojmë që tërheqja elektrike duhet ta tërheq atje. Por të gjitha këto supozime vijnë nga fizika klasike. Të gjitha reflektojnë mënyrën se si objektet makroskopike sillen, dhe asnjëra nuk vlen në botën kuantike. Elektroni nuk është një objekt që mund të bjerë. Ai është një fushë që gjeneron ekscitacione. Bërthama nuk është një vend ku mund të bjerë. Është një rajon ku fusha elektronike merr vlera të caktuara. Tërheqja elektrike nuk është një forcë që tërheq objektet së bashku. Është një ndërveprim që modelon energjinë e fushës. Dhe kur e shohim kështu, pyetja transformohet. Nuk është më pse elektroni nuk bie. Është pse fusha elektronike formon modele të qëndrueshme. Me këto forma specifike, këto energji specifike, këto simetri specifike. Dhe përgjigja është sepse këto janë zgjidhjet e ekuacionit të Schrödingerit për një elektron në një fushë elektrike sferike. Sepse ligjet e mekanikës kuantike, të kombinuara me kushtet kufitare të vendosura nga bërthama, lejojnë vetëm këto modele. Por kjo na lë me një pyetje më të thellë. Pse këto ligje? Pse mekanika kuantike funksionon ashtu siç funksionon? Dhe këtu fizika nuk ka përgjigje. Mund të themi sepse kjo është mënyra se si natyra funksionon. Kemi testuar këto ligje mijëra herë dhe gjithmonë funksionojnë, por kjo nuk është shpjegim. Është përshkrim. Ose mund të themi sepse këto janë të vetmet ligje të mundshme që janë të qëndrueshme matematikisht dhe respektojnë parimet e simetrisë. Por kjo ngre pyetjen. Pse natyra duhet të respektojë parimet e simetrisë? Pse ligjet matematikore duhet të përshkruajnë realitetin fizik? Ose mund të themi sepse jemi në një univers ku këto ligje lejojnë ekzistencën e atomeve dhe prandaj jetën, dhe prandaj vëzhguesit që mund të bëjnë pyetje. Në universe me ligje të ndryshme, askush nuk do të ishte atje për të pyetur. Por kjo është parimi antropik përsëri, dhe ajo nuk shpjegon pse ekziston ky univers dhe jo një tjetër. Në çdo rrugë që shkojmë, përfundojmë në një mur, një pikë ku shkenca nuk mund të shkojë më tej, sepse pyetjet bëhen metafizike. Dhe ja ironia përfundimtare. Sa më shumë dim për elektronin, aq më pak mund ta shpjegojmë pse ai ekziston. Ne dim masën e tij me 10 shifra preciziteti. Dim ngarkesën e tij me 11 shifra preciziteti. Dim se si ndërvepron me grinca të tjera me një saktësi që është e pabesueshme.
Por nuk dim pse ka këtë masë dhe jo një tjetër. Nuk dim pse ka këtë ngarkesë dhe jo një tjetër. Nuk dim pse ekziston fare. Modeli standard i fizikës së grimcave, teoria më e suksesshme që kemi ndërtuar ndonjëherë, përmban 29 parametra që duhet të maten eksperimentalisht. 29 numra që duhet të futen me dorë në teorinë, sepse teoria nuk mund t'i parashikojë ato. Masa e elektronit është një prej tyre. Ngarkesa e tij është një tjetër. Konstanta që përcakton forcën e ndërveprimit elektromagnetik është një e tretë. Dhe për asnjë prej këtyre numrave ne nuk kemi shpjegim teorik. Ato thjesht janë ato që janë. Ndoshta një ditë do të zbulojmë një teori më themelore që i parashikon këto vlera. Ndoshta do të gjejmë se ato rrjedhin nga parime më të thella që ende nuk i njohim. Por edhe nëse e bëjmë, ajo teori do të ketë parametrat e saj të papërshkrueshëm. Do të hedh pyetjen një nivel më poshtë, por nuk do të eliminojë atë. Sepse çdo teori fizike duhet të fillojë diku. Duhet të supozojë disa struktura fillestare, disa ligje themelore, disa kushte që thjesht merren si të dhëna. Dhe ato të dhëna nuk mund të shpjegohen brenda teorisë. Ato janë aksioma që bëjnë teorinë të mundshme. Kjo është arsyeja pse disa fizikanë kanë filluar të dyshojnë nëse pyetja pse ligjet e fizikës janë ato që janë, madje ka kuptim. Ndoshta ligjet thjesht janë. Ndoshta kërkimi i një shpjegimi themelor është po aq pa kuptim sa të pyesësh pse matematika funksionon. Ose ndoshta po bëjmë pyetjen e gabuar. Ndoshta në vend të pyetur pse këto ligje, duhet të pyesim: çfarë lloj strukturash mendore mund të kuptojnë ligjet? Sepse në fund, fizika nuk është një pasqyrim i drejtpërdrejt i realitetit. Është një model që mendja njerëzore ndërton për të organizuar përvojat e saj. Dhe modelet janë gjithmonë thjeshtësime. Gjithmonë lën jashtë detaje. Gjithmonë imponojnë strukturë mbi atë që mund të jetë kaos i plot. Ndoshta realiteti themelor nuk ka ligje. Ndoshta ai është kaotik, i pakufizuar, pa strukturë. Dhe ligjet që ne shohim janë vetëm modelet që mendja jon mund të nxjerrë nga ai kaos. Kjo nuk do të thotë se fizika është arbitrare ose imagjinare. Ajo do të thotë se fizika është marrëdhënia midis strukturave natyrore dhe strukturave mendore që mund t'i përfaqësojnë ato. Dhe ndoshta disa struktura natyrore bien jashtë aftësisë së çdo strukture mendore që mund të ndërtojmë. Ndoshta elektroni është një prej tyre. Por edhe nëse kjo është e vërtetë, ne mund të bëjmë diçka mahnitse. Mund të përdorim elektronin pa e kuptuar. Mund të ndërtojmë tranzistor pa ditur se çfarë është elektroni. Mund të krijojmë kompjuter kuantik pa kuptuar si funksionon superpozicioni. Mund të manipulojmë atome pa një teori përfundimtare të realitetit. Kjo është fuqia e shkencës. Ajo nuk kërkon kuptim metafizik. Kërkon vetëm modele që funksionojnë. Dhe modelet tona funksionojnë në mënyrë spektakolare. Por kjo nuk do të thotë se pyetjet më të thella janë të parëndësishme. Ato janë thelbësore. Sepse ato na kujtojnë se sa e vogël është ishulliri i dijes në oqeanin e panjohur. Dhe na mbajnë të ndershëm. Na kujtojnë se çdo përgjigje që japim është e përkohshme, e pjeshme, e hapur për rishikim. Na kujtojnë se shkenca nuk është një koleksion faktesh, por një proces zbulimi që nuk ka fund. Dhe ndoshta ky është mësimi më i madh që elektroni mund të na mësojë. Jo se çfarë është realiteti, por sa pak e dim për të. Jo se si funksionon natyra, por sa e pazakontë është që mund të kuptojmë diçka fare. Sepse ja çmenduria e vërtet. Ne jemi koleksione atomesh që kanë organizuar veten në struktura aq komplekse sa mund të mendojnë për vetë atomet që janë bërë prej tyre. Ne jem materie që ka bërë të mundur të vetëdijshme, grimca që kanë organizuar veten për të studiuar grimcat. Dhe kjo vetëdije, kjo aftësi për të pyetur pse, kjo kërkim i palodhur për kuptim, është ndoshta gjëja më e çuditshme në univers. Më e çuditshme se mbinqërësia. Më e çuditshme se superpozicioni kuantik. Më e çuditshme se fakti që elektronet nuk bien në bërtham. Sepse të gjitha ato janë vetëm mënyra se si natyra funksionon. Por që ne mund t'i pyesim, mund t'i studiojmë, mund t'i kuptojmë qoftë edhe pjesërisht, kjo është diçka që ligjet e fizikës nuk e parashikojnë. Ligjet e fizikës mund të përshkruajnë se si atomet formojnë molekula, se si molekulat formojnë qeliza, se si qelizat formojnë trur. Por asnjëherë nuk shpjegojnë pse një tru duhet të kujdeset për ligjet e fizikës.
Asnjëherë nuk shpjegojnë pse një koleksion atomesh duhet të ndjejë diçka kur shikon një perëndim dielli, ose të mendojë për kuptimin e ekzistencës, ose të habitet për misteret e realitetit. Dhe ndoshta kjo është kufi përfundimtar i shkencës. Jo se çfarë janë gjërat, por pse ka dikush që shqetësohet. Por edhe ky kufir nuk na ndall nga kërkimi, sepse kërkimi vet është ajo që na bën njerëz. Aftësia për të parë një fenomen, si elektroni që nuk bie, dhe të mos jemi të kënaqur me të thënën, kështu funksionon. Për të kërkuar arsyen më të thellë, për të goditur në mure dhe të vazhdosh të godasësh derisa të gjesh një të qarë. Dhe ndonjëherë, ajo e qarë hapet në një botë krejtësisht të re. Kështu gjetëm mekanikën kuantike, kështu gjetëm relativitetin, kështu gjetëm çdo zbulim të madh në historinë e shkencës. Jo sepse kishim mjetet e përsosura, por sepse refuzuam të ndalemi në pyetje. Dhe tani, në fillim të shekullit 21, qëndrojmë në pragje të zbulimeve të reja që mund të transformojnë përsëri kuptimin ton. Kompjuteret kuantik që mund të zgjedhin probleme që kompjuteret klasik nuk mund t'i prekin, materiale topologjike që mund të përçojnë energji pa humbje, simulime kuantike që mund të modelojnë sistemet kimike dhe biologjike në detaje që nuk kanë qenë kurrë të mundshme. Të gjitha këto bazohen në atë që kemi mësuar për elektronin. Edhe pa e kuptuar plotësisht se çfarë është dhe kush e di çfarë do të zbulojmë tjetër, ndoshta do të gjejmë një teori më themelore që bashkon mekanikën kuantike me gravitetin. Ndoshta do të zbulojmë dimensione shtesë të hapësirës që shpjegojnë pse grimcat kanë masat që kanë. Ndoshta do të kuptojmë se koha vetë është një emergjencë në një realitet më themelor pa kohë. Ose ndoshta do të zbulojmë që pyetjet tona ishin keq formuluara që nga fillimi, që realiteti nuk është i ndarë në grimca dhe fusha, por është një rrjet i pandashëm i marrëdhënieve që mendja jonë thjesht nuk mund ta përfytyrojë. Çfarëdo që të jetë, kërkimi vazhdon, sepse kjo është ajo që bën shkenca. Shtyn kufijtë të panjohurës, një pyetje në një kohë, një eksperiment në një kohë, një zbulim në një kohë. Dhe çdo zbulim, çdo përgjigje, çdo kuptim i ri na sjell më afër. Jo një kuptim i përfundimtar, por një vlerësim më të thellë të misterit. Sepse në fund, ndoshta misteri vet është ajo që bën kërkimin të vlefshëm. Ndoshta nuk është destinacioni, por udhëtimi. Ndoshta pyetja pse elektronet nuk bien në bërtham nuk është vetëm një pyetje për fizikën e atomeve. Është një pyetje për natyrën e kuptimit, për kufijtë e dijes, për atë që do të thotë të dish diçka. Dhe ndoshta, në fund, përgjigja nuk është një formulë matematikore apo një vizualizim intuitiv. Ndoshta është pranimi se në një univers aq të madh, aq të vjetër, aq të çuditshëm, ne jemi vetëm filluesit, por filluesit që mund të pyesin pse. Dhe kjo aftësi, kjo dritë e vogël e ndërgjegjes në errësirën kozmike, mund të jetë gjëja më e mrekullueshme që universi ka prodhuar ndonjëherë. Por le të ndalemi këtu për një moment. Le të pranojmë diçka që shkenca rrallë bën hapur. Pas një shekulli kërkimi, pas mira eksperimenteve, pas çmimeve Nobel dhe zbulimeve revolucionare, ne ende nuk dim se çfarë është elektroni në të vërtetë. Dim se si sillet, dim ekuacione që përshkruajnë lëvizjet e tij, dim si të ndërtojmë teknologji bazuar në vetit e tij, por pyetja themelore, çfarë është në thelb, mbetet pa përgjigje. Dhe kjo nuk është një dështim i shkencës, është një zbulim për natyrën e vetë realitetit. Sepse ndoshta pyetja çfarë është diçka nuk ka kuptim në mënyrën që ne e kuptojmë. Ndoshta realiteti në nivelin më themelor nuk është i bërë nga gjëra, por nga procese. Jo objekte, por ndërveprime. Jo qenie, por bërje. Filozofi i lashtë grek Herakliti tha: asgjë nuk qëndron i qëndrueshëm, gjithçka rrjedh. Ju nuk mund të hyni dy herë në të njëjtin lum, sepse uji ka vazhduar përpara. Por edhe më shumë, ju nuk jeni i njëjti person që hyri, dhe në nivelin kuantik, kjo nuk është metaforë. Është realitet i prekshëm. Elektroni në atomin tuaj nuk është i njëjti elektron që ishte atje një sekond më parë. Jo sepse është zëvendësuar, por sepse koncepti i të njëjtit elektron nuk ka kuptim. Elektronet janë të pandashkrueshëm. Nëse shkëmbeni dy elektrone, askush në univers nuk mund të tregojë se cili është cili. Jo sepse ne nuk kemi matje mjaft të mira, por sepse nuk ekziston asnjë cilësi e brendshme që i dallon ato. Imagjinoni dy pika identike të kuqe. Ju mund t'i etiketoni si A dhe B. Por nëse dikush i përzihet ndërsa nuk shikoni, a mund të tregoni se cila është cila?
Jo nga vetit e tyre, ato janë identike, vetëm nga pozicionet. Por elektronet nuk kanë pozicionet të përcaktuara derisa ti matni. Pra edhe ajo nuk funksionon. Kjo do të thotë se individualiteti i elektronit është diçka që ne i imponojmë, jo diçka që natyra e ka. Ne themi ky elektron dhe ai elektron sepse gjuha jon kërkon subjekte dhe objekte. Por realiteti kuantit nuk i respekton këto kategori. Dhe kjo na çon te një nga debatat më të thella në filozofinë e fizikës moderne. Çfarë është më themelore? Grimcat apo fushat? Për 100 vjet kemi kaluar nga njëra te tjetra. Fillimisht menduam se elektroni ishte një grimcë e vogël solide. Pastaj zbuluam se sillet si val. Pastaj teoria e fushas kuantike na tha se grimcat janë ekscitacione në fusha. Tani disa fizikanë propozojnë se fushat vetë janë emergjente nga struktura më themelore, ndoshta rrjete informacioni, ndoshta geometri kuantike, ndoshta diçka që as nuk kemi emër ende. Çdo shtresë e re që heqim zbulon një shtresë edhe më të thellë. Dhe në çdo nivel, konceptet që menduam se ishin absolute zbulohen të jenë parafrime. Por ja pyetja që askush nuk po e bën mjaftueshëm. A ka një fund? A ekziston një nivel themelor ku mund të themi, këtu ndalet realiteti, ky është thelbi i gjithçkaje? Apo është thjesht shtresa mbi shtresë, përjetësisht? Realitet që nuk ka bazë, vetëm lidhje relative midis shtresave? Kjo nuk është vetëm filozofi abstrakte, ka pasoja të matshme. Nëse realiteti është i pafundëm i ndërlikuar, me çdo nivel që përmban më shumë detaje se niveli mbi të, atëherë asnjë teori e fundme nuk është e mundshme. Do të ketë gjithmonë fenomene që kërkojnë shpjegime më të thella, dhe ndoshta kjo është e vërteta e vështirë që fizika moderne po zbulon. Njohuritë njerëzore nuk janë të kufizuara nga sa të zgjuar jemi, por nga sa i pafundëm është realiteti që po përpiqemi të kuptojmë. Le të marrim 3 pyetje themelore që lidhen me elektronin. 3 pyetje ku shkenca ka arritur në muret e veta. E para, pse elektroni ka masën që ka? Masa e elektronit është 0,511 megaelektronvolta në njësi energjie. Një numër i caktuar, i matur me precizion të jashtëzakonshëm. Por pse ky numër dhe jo një tjetër? Modeli standard nuk e parashikon. A i thjesht e pranon si një parametër hyrës. Ju e matni eksperimentalisht dhe e fusni në ekuacione. Teoria funksionon perfekt pas kësaj, por nuk shpjegom pse ajo vlerë. Disa teorit propozojnë se masa rrjedh në ndërveprimi me fushën Higgs, por kjo vetëm zhvendos pyetjen. Pse fusha Higgs lidhet me elektronin me forcën që lidhet? Pse jo 2 fish më fort, apo gjysmë aq fort? Dhe këtu vjen një zbulim tronditës. Nëse masa e elektronit do të ishte vetëm disa përqind më e madhe, atomet nuk do të ishin të qëndrueshme. Lidhjet kimike do të shpërbëheshin. Kimia, siç e njohim, nuk do të ekzistonte. Jeta biologjike do të ishte e pamundur. Universi duket i sintonizuar me precizion për të lejuar ekzistencën tonë. Dhe kjo ngre një pyetje që shkenca nuk mund ta shmanget. Pse? E dyta. Pse ekzistojnë saktësisht 3 gjenerata leptonësh? Elektroni është pjesë e një familje të quajtur leptonet. Ka 3 gjenerata, elektroni dhe neutrino elektronike, muoni dhe neutrino muonike, taoni dhe neutrino taonike. 3 kopje të njëjtës strukture themelore me masa të ndryshme. Pse 3? Pse jo 2, apo 4, apo 12? Askush nuk e di. Modeli standard përshkruan të 3 perfekt, por nuk ka asnjë parim themelor që të thotë duhet të ketë saktësisht 3. Dhe ja problemi. Nëse do të kishte vetëm 2 gjenerata, universi përsëri nuk do të ishte i qëndrueshëm. Proceset që ndodhin në yje, duke përfshirë ato që prodhojnë elementet e rënd, kërkojnë gjeneratën e tretë. Por pse ndalet në 3? Pse jo më shumë? Eksperimentet në përplasjet e grimcave kanë vendosur kufi të rrept. Nuk ka gjenerata të katërta të lehta. Nëse ekziston një gjenerat e katërt, ose ajo është shumë e rëndë për t'u prodhuar, ose ndërvepron aq dobët sa nuk e kemi zbuluar ende. Por shkenca nuk ka parashikim, vetëm vëzhgim. E treta. Pse ngarkesa elektrike e elektronit është saktësisht e kundërta e ngarkesës së protonit? Kjo është një nga përputhjet më të çuditshme në natyrë. Elektroni ka ngarkesë -1. Protoni ka ngarkesë +1. Ato anulohen perfekt.
Kjo është arsyeja pse atomet janë neutrale. Kjo është arsyeja pse materia me shkallë të madhe nuk ka forcë elektrike neto. Kjo është arsyeja pse graviteti, jo elektromagnetizmi, bizotëron në shkallë kozmike. Por elektroni është një lepton themelor. Protoni është i bërë nga 3 kuarke. Ato nuk kanë asnjë lidhje të dukshme strukturore. Pse atëherë ngarkesat e tyre janë aq perfekt të balancuara? Modeli standard ofron një shpjegim të pjeshëm. Ngarkesat e kuarkeve janë të kufizuara nga kërkesat e qëndrueshmërisë së teorisë. Nëse shuma e ngarkesave në çdo gjenerat nuk do të ishte saktësisht 0, teoria do të kishte anomali matematikore që do ta bënin jo konzistente. Por kjo nuk shpjegon pse natyra zgjedh teoritë e qëndrueshme. Ajo vetëm thot, nëse zgjidh këtë teori, atëherë ngarkesat duhet të balancojnë. Pse zgjodhi këtë teori dhe jo një tjetër? 3 pyetje. 3 mure ku fizika ndalet. Ve këtu vjen momenti ku duhet të jemi plotësisht të ndershëm. Shkenca nuk ka, dhe ndoshta nuk mund të ketë kurrë përgjigje përfundimtare për këto pyetje. Sepse çdo shpjegim shkencor duhet të fillojë me supozime. Duhet të marrë disa gjëra si të dhëna dhe të ndërtojë mbi to. Nëse shpjegoni masën e elektronit duke përdorur teorinë Gauss, atëherë teoria Gauss vetë ka parametra që duhet të shpjegohen. Mund të shkoni më thellë, shtresë pas shtrese, por në një moment duhet të ndaleni. Duhet të thoni, këtu janë aksioma, këtu janë ligjet themelore. Këto i marrim si të vërteta pa u dëshmuar. Dhe ato aksioma nuk mund të shpjegohen brenda sistemit. Kjo është një nga mësimet e thella të matematikës, provuar nga Kurt Gödel në vitet 30. Çdo sistem formal mjaftueshëm i fuqishëm që përshkruan aritmetikën përmban propozicione të vërteta që nuk mund të dëshmohen brenda sistemit. Nëse kjo është e vërtet për matematikën, një ndërtim krejtësisht abstrakt, sa më shumë duhet të jetë e vërtet për fizikën, e cila përpiqet të përshkruajë një realitet kompleks që nuk e kemi zgjedhur ne. Dhe kjo na çon te një nga pyetjet më radikale në filozofinë moderne të shkencës. A është fizika duke zbuluar ligjet e natyrës apo duke shpikur modele që ndodhin të funksionojnë? Këto nuk janë e njëjta gjë. Nëse po zbulojmë, atëherë ligjet ekzistonin para nesh dhe do të ekzistojnë pas nesh. Ato janë të shkruara në strukturën e universit. Ne thjesht po i lexojmë. Nëse po shpikim, atëherë ligjet janë konstrukte mendore që na ndihmojnë të organizojmë përvojat tona. Ato mund të jenë të dobishme, madje të pashmangshme për mënyrën se si funksionon mendja jon, por nuk janë e vërteta absolute. Shumica e fizikanëve shmangen nga kjo pyetje. Ata thonë, çfarëdo që të jetë, teoria funksionon, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Por kur arrim në kufijtë e dijes son, kur përbalemi me pyetje si pse elektroni ka masën që ka, filozofia bëhet e pashmangshme. Sepse në atë pikë nuk po pyesim vetëm për elektronin, po pyesim për natyrën e shpjegimit, për kufijtë e kuptimit, për atë që do të thotë të dish diçka. Dhe ndoshta këtu është ku shkenca dhe filozofia takohen përsëri, ashtu siç ishin të papajtueshme në kohën e grekëve të lashtë. Aristoteli kërkoi shkaqet përfundimtare. Ai donte të dinte jo vetëm si, por pse. Shkenca moderne, duke filluar nga Galileu dhe Newtoni, braktisi shkaqet përfundimtare. Ajo tha, ne nuk mund të dimë pse universi ekziston ose pse ka ligjet që ka. Ne mund vetëm të përshkruajmë se si funksionon. Dhe kjo strategji kishte sukses të jashtëzakonshëm. Na dha fizikën moderne, teknologjinë moderne, botën moderne. Por tani në fillim të shekullit 21, po arrim në pyetje që përshkrimi i thjesht nuk mjafton për t'i kënaqur. Pse universi ka këto konstante dhe jo të tjera? Pse këto grimca dhe jo të tjera? Pse këto ligje dhe jo të tjera? Dhe 2 përgjigje po emergjojnë nga komuniteti shkencor. E para, multivers. Ekzistojnë infinite universe me konstante të ndryshme. Ne jemi në një të cilin konstantet lejojnë atomet, prandaj kimia, prandaj jeta, prandaj vëzhgues që bëjnë pyetje. Kjo nuk është mrekulli, është vetë zgjedhje statistikore. E dyta, parimet antropike. Konstantet janë ato që janë, sepse nëse do të ishin ndryshe, ne nuk do të ishim këtu për të pyetur. Prandaj vetëm konstantet që lejojnë jetën janë të vëzhgueshme nga qenjet e gjalla. Por ja problemi me të dyja këto përgjigje. Ato janë metafizik, jo fizik.
Nuk mund të testoni multiversin. Sipas përkufizimit, universit të tjera janë jashtë horizontit ton kauzal. Nuk mund të dërgoni sonda atje. Nuk mund të merrni sinjale prej tyre. Nuk mund të verifikoni se ekzistojnë. Dhe parimi antropik nuk parashikon asgjë. Ai thjesht thot, gjërat janë ato që janë sepse ne jemi këtu. Kjo nuk është shpjegim, është tautologji. Pra, shkenca moderne, kur ballafakohet me pjetat më themelore, është duke u kthyer në strategji që fisnikat e shkencës do t'i cuanin jo shkencore. Kjo nuk do të thotë se këto ide janë të gabuara. Ato mund të jenë të vërteta, por ato nuk mund të testohen me metodën shkencore siç e kuptojmë ne. Dhe kjo ngre një pyetje shqetësuese. Apo arrim në kufitë e asaj që shkenca mund të zbulojë? Jo sepse mendja njerëzore nuk është mjaft e zgjuar, por sepse realiteti mund të jetë i strukturuar në mënyra që e bëjnë kuptimin e plot të paarritshëm nga çdo qenie e përfshirë brenda tij. Imagjinoni një karakter në një lojë videoje që po përpiqet të kuptojë ligjet e programimit të kompjuterit ku ekzekuton loja. Karakteri ka akses vetëm te ajo që ndodh brenda lojës. Ai nuk mund të shikojë kodin burimor. Ai nuk mund të shikojë hardware kompjuterit. Ai mund vetëm të vëzhgojë modelet brenda botës virtuale dhe të përpiqet të nxjerrë rregulla. Në një farë kuptimi, ne jemi në një situatë të ngjashme. Ne jemi brenda universit. Çdo përvojë që kemi, çdo matje që bëjmë, ndodh brenda universit. Ne nuk mund të dilim jashtë për ta parë nga perspektive jashtme. Dhe nëse ligjet që shohim janë emergjente, nëse ato rrjedhin nga një substrat më themelor që është thelbësisht i paarritshëm nga ne, atëherë mund të mos ketë asnjë shpjegim përfundimtar që mund të zbulojmë. Kjo nuk është pesimizëm, është thjesht realitet. Por edhe nëse kjo është e vërtet, kërkimi nuk ndalet, sepse çdo nivel që kuptojmë na jep fuqi të re, na jep teknologji të reja, na jep pyetje të reja. Dhe ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta qëllimi i shkencës nuk është arri në fund, sepse mund të mos ketë fund, por të vazhdoj të shtyjë kufitë e asaj që mund të dimë. Le të kthehemi te atomi. Atomi që qëndron i qëndrueshëm sepse elektroni refuzon të bjerë. Ne filluam këtë eksplorim me një pyetje të thjeshtë. Pse? Pse nuk ndodh ajo që duket e pashmangshme? Dhe kemi zbuluar që përgjigjja nuk është e thjeshtë. Nuk është thjesht se ekziston një forcë që e ndallon. Nuk është thjesht se ekziston një ligj që e ndallon. Përgjigjja është se vetë koncepti i një elektroni që bie është një keq kuptim i thellë për natyrën e realitetit. Elektroni nuk është një objekt që mund të bjerë. Ai është një fushë kuantike, një emergjencë nga interaksione më themelore, një manifestim i ligjeve që ne i kemi zbuluar, por nuk i kuptojmë plotësisht. Dhe stabiliteti i atomit, vetë baza e çdo gjëje që ekziston, duke përfshirë ju, varet nga një ekuilibër të hollë midis forcave kuantike që shkenca ka nevojë për 1 shekull për t'i përshkruar matematikisht. Por përshkrimi nuk është kuptim, dhe kjo është mësimi që elektroni na mëson. Ne mund të llogarisim sjelljen e tij me precizion të pabesueshëm. Mund të ndërtojmë teknologji bazuar në vetit e tij. Mund të manipulojmë atome individuale me kontroll që do të dukej magjik për shkencëtarët e 1 shekulli më parë. Por ende nuk mund të themi se çfarë është. Vendoshta, në fund të kërkimit të gjatë dhe të ndërlikuar, kjo është e vërteta më e thellë që zbuluam. Realiteti është më i pazakont, më i pasur, më misteri se çdo skem konceptuale që mendja njerëzore mund të ndërtojë. Por është pikërisht ky mister që e bën kërkimin të bukur, sepse çdo përgjigje që gjejmë hap një derë drejt pyetjeve edhe më të thella. Çdo zbulim zbulon një horizont të ri që nuk e kishim parë më parë. Çdo nivel që kuptojmë na tregon se sa më shumë nuk dim. Dhe ndoshta kjo është mënyra si duhet të jetë. Ndoshta një univers që mund të kuptojë plotësisht do të ishte i varfër, i parëndësishëm, i vogël. Por universi ynë nuk është asgjë nga këto. Ai është i madh përtej imagjinatës. Është i vjetër përtej kuptimit dhe është i mbushur me miste që ne sapo kemi filluar ta përshkruajmë sipërfaqen. Dhe në këtë univers të madh, të çuditshëm, të pashpjegueshëm, ekzistojmë ne. Koleksioni atomesh që kanë organizuar veten në struktura aq komplekse sa mund të mendojnë për vetë atomet që janë bërë prej tyre. Materie që ka bërë vetë dije. Grimca që kanë organizuar veten për të studiuar grimcat. Dhe kjo, në fund,
mund të jetë misteri më i madh i të gjithëve. Jo pse atomet nuk shemben, por pse ekzistojnë qenie që shqetësohen për këtë. Pse universi ka prodhuar struktura që mund të pyesin pse? Ligjet e fizikës nuk e parashikojnë këtë. Ato mund të përshkruajnë se si atomet formojnë molekula, molekulat formojnë qeliza, qelizat formojnë trur, por asnjëherë nuk shpjegojnë pse një tru duhet të ndiejë diçka. Pse një koleksion atomesh duhet të ketë përvojë subjektive? Pse duhet të ekzistojë dikush për brenda që shikon jashtë? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk i ka prekur siç duhet. Ndoshta nuk mund t'i prek kurrë, sepse ato mund të kërkojnë një lloj kuptimi që bie jashtë domenës së metodës shkencore. Por edhe kjo është një zbulim, sepse na tregon se ka rajone të realitetit që metodat tona më të fuqishme ende nuk i kanë hyrë. Dhe ndoshta pikrisht në atë kufir, midis asaj që dim dhe asaj që nuk dim, midis asaj që mund të përshkruajmë dhe asaj që vetëm mund ta përjetojmë, ndodhet diçka që e bën ekzistencën të çuditshme dhe të mrekullueshme. Kështu që ndoshta pyetja nuk duhet të jetë pse elektroni nuk bie në bërtham. Ndoshta pyetja duhet të jetë çfarë lloj univers krijon vëzhgues që mund të pyesin përse. Dhe ndoshta përgjigjja nuk është në ekuacionet që shkruajmë, por në vetë akti i pyetjes, në aftësinë për të habitur, për të kërkuar, për të mos u kënaqur me përgjigje të thjeshta. Sepse kjo aftësi, kjo dritë e vogël e ndërgjegjes në errësirën kozmike, kërkuese, veç